Ish futbollist i Francës tradhton gruan, avokatja zbulon lidhjen e fshehtë, udhëtimi me autobus për Dimitri Payet, një emër i njohur i futbollit botror, këto ditë është bërë përsëri një personazh në mediat e ndryshme, jo për bëmat e tij në fushën e lojës. Mes fushorit 37 vjeçar, i cili aktualisht luan në Vasco da Gama në Brazil, është në telashe të mëdha me gruan e tij, Ludivin, pasi një avokate braziliane ka zbuluar që prej muajsh ata kanë një lidhje të fshehtë. Payet jeton prej 2 vitesh në Brazil, ndërsa gruaja e tij me cilën ishte i martuar prej 20 vitesh dhe ka 4 fëmijë, banon në Francë, duke vizituar çdo 3 muaj. Por avokatja Larissa Ferrari, e cila është një emër i njohur në rrjetet sociale në Brazil, ka treguar se ka nisur prej disa muajsh një histori me Payet, duke zbuluar gjithçka me anë të një postimi të gjatë. Ajo bëri të ditur se lidhja mes të dyve kishte nisur kur ajo vetë ishte divorcuar nga bashkëshorti. Dua të bëj të qartë se nuk ishte asnjëherë çështje parash, nuk kam nevojë për para, nuk ka shumë për të thënë pasi nuk ka shpjegim apo ndonjë gjë për të justifikuar, por dua të bëj një gjë jashtëzakonisht të qartë se asnjëherë nuk ishte për para, as më parë, as tani. Në fakt, herën e fundit që shkova të takoja në Rio, shkova me autobus, shkruante ndër të tjera ajo teksa tregonte historinë se si të dy kishin muaj që frekuentoheshin. U afruam shumë pasi unë u divorcova dhe ai ishte shumë i vetmuar, me kaq afërsi takimet u bën më të shpeshta. Unë do të shkoja në shtëpinë e tij paka shumë çdo 12 ditë dhe qëndroja atje për 3-4 ditë. Ishin disa nga detajet që ajo zbuloi për 10 mira ndjekës që ka në rrjetet sociale.